Të nderuar, 5 gjëra duheni mi pas parasysh edhe mu përgadit për to, se gjithë se cilët njët mundën me i ndodh, edhe në shumicën e rasteve çdo kush është ballafaqu mos me të gjitha me njënën prej tyre. E para thot, mos mendo se të dashurit nuk të largohen, po mund të largohen të dashurit prej teje, mund të lanë vetëm. Pa marrë parasysh sa ke pas shok, ose sa ke pas e mik, ose diçka tjetër, mund të ndodhë që vjen një moment edhe njerëzit largohen prej teje. Jeta është asisoje, me ose pa arsye. E rëndësishme për këto 5 gjëra duhet më koni përgatitur edhe kurdo që ndodh diçka e tillë, mos më marr shumë me siklet. E dyta thot, në shumicën e rasteve njerëzit nuk të shërbejnë pa pas një interes prej teje. Përveç shumë njerëzit e sinqert të afërt tu, këtu në radhë parë vin prindrit. Prindrit, domethënë, janë ata të cilët nuk i shërbejnë e vladit për interes, i shërbejnë pa kurfar interesi. Pastaj mund të vinë në radhitje dikush nga anëtarët e familjes, nga shoqëria ose të afërmit, por si rregull dihet që njerëzit të shërbejnë vetëm, domethënë, duke pas një interes. Ata interesi i tyre mund të jetë ekonomik, mund të jetë shpirtëror, mund të jetë dije, mund të jetë i caktuar. Por domthon ata përderisa vinë dhe afrohen të të shërbejnë, e kanë një çfarë prapavije prej asaj. Pra nuk po themi që çdo kush që na afrohet neve na ta akuzojmë, por nëse vren nesër masesër prej dikujt diçka të tillë, mos u çudit, sepse kjo është mrena normale. Se treta thot, kjo jetë nuk vazhdon për gjithmonë. Kjo jetë sa është e gjatë, kjo botë e ka një fund, por mrena këtij fundit të kësaj dunjaje, gjithë secili prej nesh e ka një fund të vetin. Prandaj përgatitu që ose ti lash të afërmit të ndahesh prej tyne me vdekjen tane, ose përgatitu që të afërmit të dashurit e tu me vdek. Sot njëri, mas një kohë tjetri, edhe kështu me radhë. Prandaj mos mendo se keni me mbet ti me të afërmit tu gjithmonë bashkë. Përgatitu për ndarje me ta. Ti jesh i përgatitur që kur vjen momenti mos të çmendesh. Pra, ti jesh i kujdesshëm, shfrytëzoj, rri me ta kënaqu, sepse vjen një moment kur ndahesh prej tyne. Mos prit të sakrifikojnë njerëzit për ty, edhe pse ti ndoshta tani jetën ke sakrifiku për ta. Kur them me sakrifiku, nuk i bjen kjo me ta bën të mirë, duhet me prit njëri që dikush ta bën një të mirë. Po me sakrifiku në kupton që jetën e vet me përmbys, që shiko kështu me përmbys kështu, me këty 180 shkallë të kundërtën, edhe me dhënë çdo sen, edhe me sakrifiku, me shku për ty tani jetën në burg, me shku për ty me dhënë këtë pasuninë, domethënë me rënë zero, me humb autoritetin në vendin e punës, me qit push për ty, mos i prit të sane prej njerëzve. Mos i prit me bë, domethënë, gjithmonë po them unë kur duhet mi bë, se ka raste kur s'duhet mi bë. Mos prit. Prandaj nëse çgënihesh, mos u çudit. Edhe nëse ti ke sakrifiku sipas teje, ke bë ti gjërat e njëjta për ta, nuk është patjetër të tjerët me i bë për ty. Kjo ti më kuptu se ti je i përgatitur nëse të vjen ty një ditë që dikush me sakrifiku për ty, domethënë 180 shkallë me ndryshu jetën e tij, mos e prit një gjë të tillë, as mos u çudit kur s'ka me ndodh kjo lloj sakrifice. Prandaj, nëse ti nuk e ke bë për dikën tjetër, llogaritë mirë a ja vlen me bë apo jo. Edhe e pasta, çdo herë ti jesh i përgatitur edhe i gatshëm ta kesh një plan B, domethënë nga tradhtia që mund të ta bëj dikush me cilin ti bashkëpunon, me cilin ti jeton, me cilin ti ki kontakte, marrëdhënie, biznesi, familjar, ku e diçka. Gjithmonë ta lash ti anash një opsion B. Ta lash një opsion që, domethënë një litar që kur ke nevojë rap më ka për ta, duke pas parasysh se, domethënë, mund të jesh i gatshëm se mund të tradhtohesh nga ata që ndoshta nuk ta merr mendja se mund me trahtu. Kjo lidhet edhe me, domethënë, me disa pika ose një prej pikave paraprake, mirë po, e kemi bën ndarje me qëllim, e kemi bën që ta kesh ti një plan, një opsion B. Çka më bën këtë rast? Në këtë rast, në të 5 pikat, ti
mas pari me u lidh veç me Zotin xhaleshanu, me qenë i gatshëm për Allahun azza wa jall, me bëj çdo sene dhe me sakrifiku çdo sene dhe me u largu prej çdo sene. Pastaj mos me prit për kërkuj vetëm për Allahun xhaleshanu, pastaj prej djersës tane. Edhe më koni përgatitur që çka do që të ndodh, le të ndodh prej palëve tjera asësi prej teje. Ti të qëndrosh stabil, të japish hakin gjithë secillit, por gjej paqe me veten tënde. Edhe ruju mos e qa veten në teh ose në majet shpatës për njerëz të cilët nuk e meritojnë. Allahu na rujt.